Ata kushtetuese 2 herë ka vendosur dhe mban Edi Rama në parlament. Pra, kjo është situata, kjo është gjendja. Dhe në këtë situatë është vetëm opozita. Pa thanë pastaj mediat, të cilat nuk i ndigjoni të trajtojnë asnjë nga këto probleme. Asnjë nga këto probleme që kanë të bëjnë me fatet e vendit, kanë të bëjnë me fatet e njerëzve të thjesht, kanë të bëjnë në xhepat e njerëzve të thjesht me jetën e tyre. Jo. Do të stisin dhe të stërstisin të një lloj temash vetëm e vetëm që të mbulojnë këto të vërteta. Ne jemi në një proces zgjedhor dhe kam kënaqësi të informoj shqiptarët se ky proces gjersot është zhvilluar në përputhje me standardet demokratike dhe në përputhje me statutin e Partisë Demokratike, është zhvilluar bazuar në primaret, në garen me shumë kandidat dhe votën e antarësisë për kryetarin. Dhe kjo është zhvillim shumë i rëndësishëm. Por në një seri takimesh kemi rënë dakord që ne jemi të detyruar për veprimtari shumë planshë. Ne jemi të detyruar dhe do të them një moment këtu. Rëndësia me jashtëzakonshme për forcën tonë politike ka që të përqendrohemi që të gjithë në organizim. Të bëjmë atë që nuk kemi bërë, por të bëjmë dhe atë që rrethanat e xhbëjnë. Ne e xhbëjmë. Ne ngrem seksionin, emigracioni është duk seksionin. Emigracioni dikton një seri ndryshimesh që ne duhet përshtatemi me shpejtësi. Ne duhet bëjmë çdo gjë që të hapim Partinë Demokratike. Duhet me projekt konkret. Çdo kryetar, çdo kryesi, çdo koordinator, çdo udhëheqës politik duhet të ketë si etalon antarësimet e reja dhe hapjen e partisë. E vërteta është se kjo kërkon një ndryshim të madh në qëndrimin tonë. Dhe kërkon që ta shndrojmë këtë kriter në një kriter kryesor të funksionalitetit, të performancës tonë. Ka ardhur koha të lamë me një anë thirrjet, por të bëjmë vlerësimin. Ju them ju, dhe ja u them me përgjegjësi të plot këtë. Ja u them pasi unë, pas një seri takimesh dhe hetimesh, se janë me qindra qytetarë që duan të marrin dokumentin e Partisë Demokratike. S'ka kush ja u afroj.
e pa falshme për ne. E pa falshme për ne. Ne, dhe t'ju them ju, këtu të thelbi këtij takimi është ky. Çfarë do bëni për antarësime të reja? Janë me qindra, por dhe mira. Demokratë të pa antarësuar, që kërkojnë të marrin dokumentat e Partisë Demokratike, kërkojnë të regjistrohen, janë njerëz idealistë. Por hasin në plogështin ton, në apatin ton. Ndaj dhe duhet nuk është herë e parë që e shtrojmë këte. E kemi shtruar edhe mbledhje tjera, por tani kjo bëhet imperative. Kjo bëhet imperative. Partia Demokratike ka domosdoshmëri urgjente për ripërtritjen dhe antarësime të reja. Ndaj dhe ju si koordinator, ju si drejtues, këte mesazh do e përcjellim dhe kryetarëve të degëve shumë shpejt. Duhet të keni në agjendë dhe si tregues kryesor këtë veprimtari. Asnjëri mos mendoj se ka hezitim. Jo, ka njerëz që kanë hezitim, por ka me qindra mira që janë të gatshëm të antarësohen. Janë të shumtë. Ndaj dhe le t'i vëmë vetes detyra konkrete. Çdo antar i Partisë Demokratike duhet t'i vë vetes detyrë konkrete të antarësojë një tjetër. Çdo antar i kryesisë, çdo kryetar. Mos harroni se aktualisht në kushtet që jemi, narkodiktatura, thash, komuniteti ndërkombëtar i tha unë nuk pyes për ju. Pse e ka për jetë e vdekja atë betejë. Mos mendojmë se ai e ka për vetën e vetaj, se ka për gjë tjetër. Sepse e di që kudo që ta prekësh ai del i korruptur. Ai del delinkuent në çdo gjë. Dhe mos mendojmë se do ndryshojë. Pra mbetemi vetëm ne. Dhe mbetet vetëm Partia Demokratike. Nuk është detyrë e lehtë. Është detyrë shumë e vështirë, është mision i vështirë. Dhe ky mision kërkon që të bëjmë gjithçka për të fuqizuar Partinë Demokratike. Pra,